Gjene para falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, i dërgojmë selamet profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mbi ata cilët e pasojnë sunetin e tij, e ndjekin sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. O ju vëllezër, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi Zoti që të jetë dita e dytë e Ramazanit e kompletuar me adhurim. Zot prana prej neve. Ya Rabbil Alamin, dhe na jep forcë, iman, takat që në rajpime dhe të tjera, ja Rabbil Alamin. O ju vëllezër, në këta minuta të pakta do të flasmi për diçka e cila është nevoja jonë. Shumë prej neve mundet me thonë, hoqë, tani nevoja jonë në Ramazan, çka me bo? Çka do të me bo në Ramazan? Si nevojë e rëndësishme për neve. Unë thamë kështu që nevoja jonë për neve në Ramazan nuk është vetëm këtë ditë, po çdo ditë Ramazanit, çdo minutë, çdo kohë nisan duhet me na shoqëru neve. Aja është e tobe, pendimi tek Allahu Azza wa Jall. Pse ju vëllezër? فالحاجة العبد لتوبة صادقة أشد من الحاجة لطعامه وشرابه. Nevoja e robit Allahut, për pendim, me u pendu tek Allahu Azza wa Jall, është më e rëndësishme për ta se sa nevoja e tij për haja dhe për pije. Haja pija ka janë, ama pendimi t'jep ty sukses në Ramazan. Ama pendimi të ban që me qenë për atyre që ti me qenë i angazhuar, i kompletuar, i suksesshëm në veprat në Ramazan. Pastaj ju vëllezër, ndrysho në Ramazan. Mundohu më ndryshu në Ramazan. Që shki qenë jashtë Ramazanit. Në Ramazan mundohu me qenë i ndryshu. Ju me të njëjtën gjendje. Ju me të njëjtën vepra. Ndrysho në Ramazan. E ndryshimi më i mirë është me pendim tek Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall po na jep isharet që nuk ka mundësi me gjetë ndryshimin, domethënë veten tonë, përderisa na nuk mirë me veten tonë. Realiteti është se na do të më mirë me veten tonë, pastaj kena me gjetë edhe ndryshimin. Eyyuhan nas, ghayyiru anfusakum yughayyiru Allahu halakum. Kjo është, o ju njerëz, ndryshoni gjendjen e juve, Allahu Azza wa Jall do t'ja ndryshon edhe gjendjen e juve. Domethënë, çush je ti, Allah ka me qenë me ty. Nëse në Ramazan ndryshon gjendja jote, pendohesh tek Allahu, gjendja jote ka me qenë në Ramazan edhe më e mirë me vepra tjera. Por ta thot Allahu Azza wa Jall, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Më vërtet Allahu Azza wa Jall nuk e ndran gjendjen e një popullit përderisa ata në vetveten e tyre e ndryshojnë gjendjen. Shiko, subhanallah. Ajet që na ban neve do bini në Ramazanin tonë. Allahu nuk e ndran gjendjen e popullit tonë, përderisa secili prej neve ta ndryshon gjendjen e tij. Kur na fillojmë mas pari për me, fillon pendimi tek Allahu Azza wa Jall, unë do e vrej përmirësimin edhe tek populli jon, edhe tek njerëzit tjerë. Domethënë, ndrysho në Ramazan me pendimin ndaj Allahut Azza wa Jall, me mu pendu tek Allahu Azza wa Jall. Mos i kalo ditët Ramazanit pa pendim. Vaj për ty, i mirë për ty, i thamë kështë, kalan ditë Ramazanit dhe ti nuk i pendu. Çdo ditë Ramazanit, çdo kohë, moment, mundohu më pendu tek Allahu Azza wa Jall. Aslihu anfusakum, përmirësoni veten e ju. Përmirësimi më i mirë në veten tonë është pendimi tek Allahu Azza wa Jall. Pse ju vëllezër, dynjaja është mashtruese. Hadhi dunya gharraratun wa khadda'. Në vërtet dynjaja është kaluese dhe mashtruese. Shumë shpejt kalan dhe shumë shpejt mashtron dynjaja. Ditët, njëri pas tjetrit. Dynja angazhime dynjat. Nuk lën në Ramazan rahat. Mirë, po më e mira e cila na shoqëron neve në Ramazan, vazhdueshëm e qenë me pendimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj vëllezër, wal ayyamu fiha washika ma tazul. Ditët të cilat na i përjetojmë dynjajës, nuk ka mundësi që na mi ndal ata. Në realitet ata hecin shumë shpejt dhe nuk ka mundësi mi kompenzu. Por këto fjalë që i thash, i jep më rëndësi kujna ditët në Ramazan.
kalon një ditë, nuk ka mundësi me kalu me thonë, ajtë me zotë dhe njerë ditën e Ramazanit, pasaj nuk pëndona tek Allahu. Jo, ka kalu ma, nuk mund është me këty, nuk mund është me kupenzu ata. Për këta Allah Azza wa Jall në ajetet e agjerimit. Çka po thotë? Ejjame ma'dudat. Janë ditë të numëruara, caktune nga në Allah. Janë ditë të pakta, nuk e vrejnë që shkoj. Mirë po mundohë këto ditë të pakta me cilat na kanë bejt për Ramazanit, apo i përjetojnë për Ramazanit, me shfrytëzu me pendim tek Allah. Çdo ditë, çdo kohë, çdo minutë, mu pendu tek Allahu Azza wa Jall. Si arrit suksesi në Ramazan. Fa ahsanu an-nasi 'amalan man wufiqa li'tiyadi tawba. Njeri më i mirë me veprat e tij, dëgjon atë xhamat subhanallah. Si arrit në Ramazan suksesi. Fa ahsanu an-nasi 'amalan. Njeri më i mirë me veprat e tij është ai i cili në vërtet mbas vetit ka marrë suksesin e përsëritjes të pendimit. Që ky është njeri më i mirë që ka arrit sukses në Ramazan me vepra. Çka është ajo? Al-i'tiyadi li tawba, përsëritja e të pendimit. Pas çdo namazi të astaghfirullah, zot falu, ni sadaka Allah falu. A ka sen më të mirë se sa çdo vepër ti që e bën me përcjell ato me pendim. Ju e dini rastin Imam Ahmedit, atij personit shkurt bibi, që i ka thonë Imam Ahmedit, po të shapet ty që po fal shumë namaz natë, a ka na i lutjet që Zoti s'ka ka pranu, edhe cilo është suksesi i lutjes që Zoti e ka pranu. Ka suksesi i lutjes është që ane çdo herë që pendona e bëj kanë lutje. Subhanallah. Po shiko pendimi çels i çdo punëve të mira. Sukses në Ramazan për njeriu është pendimi. O ju vëllezër, në Ramazan bëhu garus për pendim. Subhanallah. Gara me vetën tane. Bëj i pari gjithmonë u pendu. Thot Allah Azza wa Jall, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Ngutno, ngutno, hesni ka Allah Azza wa Jall për falje tek Zoti ju. Shiko, Allah Azza wa Jall po na jep neve ngarimin. Metodë e ngarimit ku ka pendimi. Përderisa Allah Azza wa Jall po na thret neve që na ngarojmë, atëherë pse në Ramazan mos me qenë gjithmonë i pari me pendim tek Allahu Azza wa Jall. Qala rajulun marratan li Abdullah ibn Umar, ya sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idni, faqala lahu ihdar an ya'khudhaka Allah wa anta fi ghafla. Subhanallah. Një ditë i kanë thonë djalit të Omerit, o shurki profetit sallallahu alaihi wasallam, friganëm diçka, thunëm diçka të frigona one. Atëre djali Omerit i ka thonë, ki kujdes që Allah Azza wa Jall me ta marrë shpirtin ty dhe ti duke qenë në zhvizens për asgjë. Mos i let ditët e Ramazanit thonë hajt që veç po agjaraj edhe u kry. Ghafle, për bendimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Mos ka lanë dita Ramazanit, kohët e namazit, qasë pa qasë, vetëm se të pendomi tek Allahu Azza wa Jall. Në Ramazan, mendo mirë për Allahun Azza wa Jall. Në Ramazan, mendo mirë për Allahun Azza wa Jall. Pse po ata këto ju vëllezër? Allahu Azza wa Jall ka thënë në Kur'an: "Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thirrje e përgjithshme. O ju robërit e me, të cilën vërtet e keni ngarku, e keni ranu veten e ju prej mëkateve të shumta. Mos e hum shpresën në mëshirën e Allahut. Në Ramazan gjithmonë mendo mirë për Allah. Allah është falës. Allahu Azza wa Jall është falës. O ju vëllezër, shikoni këtë ajet. A mos po na thirr Allah Azza wa Jall duke thënë, o ju mëkatar, me na poshtërsu? Jo, ibad. O Rabbi Allah, përëndaj subhana, falënderimi Allah Azza wa Jall po na bën. Nuk po na cilëson si mëkatar, por si rob të Allah. Kul ya ibadi, thuaj o rob të me, tërgani, rob të Allah të ty tërgoj me atyre. Ata cilët e kanë ngarkuar veten e vet nga mëkatet, kur mos mendoj që Zoti nuk i fal. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i fal gjitha mëkatet. Në Ramazan ju vëllezër, ditën e Ramazanit,
çdo ditë që kalon të Ramazanit, ku e Ramazanit, gjithmonë me nda thuj, sa herë të ju mbendu unë e mrena ditës në Ramazan. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. سبحان الله. Pejgamberi po I thirr njerëzit, o ju njerëz, pendahuni që të gjithë tek Allahu Azza wa Jall. Se me të vërtet unë pendohem tek Allahu Azza wa Jall brenda ditës 100 herë. Subhanallah. Unë mas parë për vetës temë, unë nuk besaj që arriti 100 herë pendim tek Allahu Azza wa Jall. Allah na përmirëson gjithë. Ditët e Ramazanit mos kalojmë pa pendim tek Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi I Zotit 100 herë në ditës mu pendu. Subhanallah. Madhështi e madhe tek Allahu Azza wa Jall. I zgjedhur nga ana e Allahut Azza wa Jall me gjithat pendimin. A e dini pse I vëllezër pendimin? Ata e thash më herët. Nëse na duna me qenë, sikur të veprat tona, sukseshëm në veprat tona, cilësi që sojna është pendimi mu pendu. Apo don agjerimi mu ngri, apo don sadakaj mu të ngri, apo don namazit, taravit, dhikri, pendimi tek Allahu Azza wa Jall. O ju vëllezër, ka në hadith kudsi. Thot Allahu Azza wa Jall, ja ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Thot o biri I Ademit, përderisa ti lut mu dhe shpreson tek unë ty kam të falë dhe atë që më interesant se sa kanë arrit mëkatet e tua. Prandaj subhanallah, tek Allah nuk më intereson gjunahu, tek Allah zë më intereson apo pendohesh ti ajo. Çu shkon në hadith? Innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka. Mon tek Allah s'më intereson qysh, tek Allah më intereson apo pendohesh te tek Zoti. Gjunat nuk kanë të rëndësishme tek Allahu, sa është kërkohet prej Zotit që na prej robëve pendimi. Felem yetubu felehum adhabu jahannam. Allah po na kërcenon, ai ku ki po Zot me të kërcenu. Do të thonë kena me stin Zot xhenem nëse nuk pendohesh. Ramazani, ditë, çast, minuta, pendohet tek Allah Azza Jall. Pastaj thot hadithi vazhdon kutsi ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. Thot edhe sukur ti me arrit me mëkatet e tua në kupën e qiellit, apo s'ka ku ma, kupë qiellit ma shumë u mbush toka dhe qielli gjitha me mëkate. Thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Thot edhe me gjitha këto mëkate, e prandaj me gjitha këto mëkate, s'kinon hapësirë tokë dhe qiell u shmush me gjunat. Me gjithat pendohesh tek Allah, thu astaghfirullah, kërkon falje tek Allah Azza wa Jall, Allah do thot unë ty kam të fal atë që më intereson me mëkatet e tua. Andaj vëllezër, me këtë hadith madhështor kutsi na jep me kuptim me përmbledh temën tonë. Mos kalon ditët e Ramazanit, çastet e Ramazanit, ku pas kohë të Ramazanit vetëm që ta shtojmë pendimin tek Allah, duke thënë o Zot, pendohem tek te dhe kërkoj falje për mëkatet tek Allahu Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall na bëj atyre që gjithmonë pendohemi tek Allahu. Me vërtet Zoti in Allah yuhibbut tawabin. Me vërtet Allah Azza ka thënë Kur'an, ata që vazhdueshëm pendohen tek Allah, Zoti i tan këta njerëz, Allah na bëj këtyre ja Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.